Ja, tash të zije mund me... Si, bje të zije me Selin nga ke lënë pa peshqira. Situata të kësaj natyres time nuk është se s'ka ndodhur. Ne nuk kemi peshqira që t'lanë. Po futesh ti, hik ti, hik. Nuk ka problem, se Vazhdo se të po bisedojmë, sa të mbarosh ti. Jeni, aty jam, shef. E mbyllim. Je sigurt? Pa problem fare, vetëm taksirat peshqirin pastaj. Po patjetër. Masi dhe aty. Absolutisht, ai s'na ka ngelef. Këtu ka situata sa duash, si i bjeta që t'kape me Selinin se nga ke lënë pa peshqira me qa do fshije mund. Po. Ti do thuash është tjetër gjë. Në disa raste kam patur unë që mund të shfrytëzoj kështu njerëz, domethënë, sidomos kur erdha në fillim presione, shikime, njerëz që më ndiqnin, bisekda që duke kaluar këtu dëgjoja këtu që flitej për mua. E ke parasysh, mund të ndaloja dhe të thoja çfarë the ti apo njërin apo tjetrën, po nuk është në natyrën time as në jetë ajo, edhe unë këtu nuk është se kam ardhur domethënë të tregoj ndonjë anë që nuk e kam. Dua të jem shumë njerëzor, dua të jem shumë i prekshëm për njerëzit, sepse unë me parukë dal javë për javë. Këtu dua të tregoj kush jam në të vërtetë, do me aq sa mundem. Kam treguar histori reale, jam përpjekur në këtë drejtim të orientoj gjën time. Të shakat, të ndjeshmëria, të emocionet, të mënyra se si përjetojnë gjërat, edhe kjo është e gjitha. Prandaj më erdhi shumë keq, po më erdhi keq domethënë thjesht fakti që ishte me Brikenën, se hajde me ty që njehemi çik më pak apo kemi kaluar sa më pak situata. Hajde me ndonjë nga këta të tjerë dhe do thosha, "Okej, përdori, po jo nuk duhet ta shfrytëzonte në këtë lloj mënyre." Vetëm për ata më vjen keq, po shi. That's life. Tamam. Shiko, ky është Big Brother, ajo gjë që diskutonin pak më përpara që këto janë situatat që t'jep, Ide, po më këtu, domethënë në formate të tilla ka ndodhur edhe gjëra shumë të mëdha se kaq. E ke parasysh edhe nuk është se ndihem fajtor me atë, thjesht më vret fakti që nuk kam qenë agresor në atë moment. Edhe nuk ishte qëllimi ai për të qenë, se nëse ishte ashtu, ajo ka distancën e ka mbajtur gjithmonë. Mund të ishte